Tash edhe një herë për hir të procedurës, ambet në gjykat aty të një herë pare të procedurës ambetën pra në këtij propozimi e pashtu siç e dini, kam ambet pa u vendos në lidhje me propozimin e prokurorës edhe për dëshmitarin Gazmend Huti. Prokurore, a jemi në rregull, ambetesh pranë propozimit për lexim të deklaratës së dëshmitarit, fjala është për Ardën Selmanin dhe Gazmend Hutin. E kemi thonë një herë, por i theksoj sërish se mbetën propozimit për leximin e deklaratave të këtyre dy dëshmitarëve, krejt me qëllim të mos varritjes së procedurës penale. Avukati Ram Dreshaj, për Albinin veç që ke dërzu me shkres. Deklaron se ambetesh pranë qasaj para shkrese? Mbetën? Po, mbetën pranë. Para shkrese se dërzuar dhe shkres. Edhe ashtu e s'ka të bëj fare me ta. Për leximin e deklaratës së dëshmitarit Ardën Selmanit, kërës ndërsa në lidhje me dëshmitarin Gazmend Hutit. Në rodi nuk ka problem. Deklaratat po dhe dëshmit po mënejt morja e pyetje që është bënë e personës gjyqësore. Mbrojtja është tepër interesuar që për çdo dëshmitar që propozon prokuroria të lexojë deklaratat, po dhe dëshmit që ka dhënë personës gjyqësore. Dëshmitar Gazmend Huti, ne nuk e kundërshtojmë fare, sa e kuptova. E Pajtohemi. Mirë po. Po. Patjetër të lexohet gjitha deklaratat. Edhe ato që janë dhënë shërtime gjyqësore. Se për mbrojtjen shumë më interesante që janë krejt prova që shkojnë favor që kanë dhënë para gjyqtarëve. Rregullisht. E në polici kanë dhënë çka s'ka Smunë me vërdallim se ti din që për gjithë lezohet për qasë. Gjitha fazat e procedurës. Duke përfshirë fazën e edhe gjykimit, kur e përshirë në shqiptimet e më farë shtë gjyqësore. Avukatja Agnes Ambet, a të pra... Ku ndërroj të gjykues, për kraj fjallin të kolegët. E për kraj fjallin të kolegët tema avukatit të Ndreshaj, pajtonë e propozimet që të lexojnë deklaratat të dëshmitarit Ardën Selmanin dhe Gazmend Huti. I jenë edhe rajmë a pajtoni? Ja, të zhërë i të tjerë. Pajtoni në propozimin të nëse, ashtu edhe ja të zhërë rajmë. Asmarja se mendimit nga pare, të në gjykus që të shumë në tjenë, ashtu vendos me alvendim, trupi gjykus me alvendim, aprovohet propozimi i prokurisë speciale, i rëndësime për bërë etatës 23-26. I prokurisë po, e gjithashtu, presë që të masë etatës, e gjithashtu edhe përqime edhe nga mbrojtja, që të lexohen deklaratat e dëshmitarëve, si ne vend i kemi konstatuar në data. Tash lexohen deklaratat e dhëna nga dëshmitari Ardën Selmani, shqyrtimin gjyqësor lëndës me numër PKR 170/20, vazhdimi i shqyrtimit gjyqësor i datës 15 janar 2024, po ashtu vazhdimi i datës 19 mars 2024, edhe të Gazmend. Po ashtu lexohen deklaratat e dëshmitarit Gazmend Huti të dhënë në fazën e hetimit si dhe në shqyrtimin gjyqësor
Me lëndën me numër 172 për 20, datat 29/3 dhe 28/4/2021. Këto i kemë, avokat na që i kemi identifikuar, nëse kina i datë tjetër në shërtim që ka bërë si. Për gazmenti në Po, fjallë. qëto shërtime... 2 data. Po, 2 data, e vetëm 2 Në rregull. seanca i ka në rregull. Shkojmë tutje. Gjykata konstaton se mbrojtësi i të panderit avokati, mbrojtësi i panderit i Kera Abdullah, avokati era Ndreshen, në datë 23/12 si që dini 2025 përmes një parashtrise, ka qenë periudha atëherë dorëzimit propozime, dhe dorëzuar me shkrim në gjykatë, i njëti ka propozu që në cilësi të dëshmitarit të këto dëshmitarit gazmetësyga, po ashtu në të njëjtën parashtrisë, ka deklaruar se le mundësi që të bëj edhe propozime tjera eventuale për plotësim të. Ndaj gjykata afton edhe një herë mbrojtësin avokatin Ram Ndreshe që të deklarohet avokat fillimisht ambitësh pranë asaj parashtrese dhe a ki në një propozim tjetër për plotësim provë. Tani për tani, në besë në këtë propozim, mirë po ndodhë, pasi të gjohet kërë, po që se aprovon gjykata, ndodhë që... Vesim pra propozimit, pra në ti propozimit që të dëgjohet në cilësi, që të dëgjohet në cilësi në dëshmitarit, fjallë është për gazmetësyre. Po, për gazmetësyre. Cilësi në dëshmitarit, gazmetësyre. Mirë po, rezervoj prapë të drejtën që në të ardhën pas për të propozoj që pas vendosjes së propozimit në lidhje me dëshmitarin gazmetësyre, që të i për mundësia edhe njëherë për propozim, a këtë shumë në ka? Po. Avokati Agnesa, a ki diçka tjetër? Ja, thashtë edhe një tjetër, shkelqem sylle. Tani, parashojnë, jo, le të konstatuar që parashojnë, ndoshta ta propozojnë të. Tani për tani jo. Për propozim shtesë, fjala është a dënë me konstatu tash. Jo ishte të konstatuar që për rezervoj drejtën për këtë dëshmitar. është për shkelqem sylle. Sylle. Do të thotë tash na nuk mundu me vendos për shkelqimin, se ti ki propozim konkret. Jo, ti vendos vetëm për gazmetin. Tani për tani vendos vetëm për gazmetin. Vetëm për gazmetin. Avokata Agnesa, a pajtosh me propozimin, a ki diçka propozime shtesë? Pajto me propozimin e avokatit, propozime shtesë nuk kam për momente. Megjithatë, edhe se avokata e rezervoj të drejtën që Tani nuk kam propozime shtesë, por edhe unë e rezervoj të drejtën që në të ardhmen, ose me seancat që në të ardhmen vijuse të bëj propozime të ndonjë dëshmitarit. Nëse mbrojtja është e të nevojshme. Prokurorën lidhje me propozimin, është fjala për gazmetësyre, prokurorja speciale. E kundërshtoj për gazmetësyren dhe po ashtu. E kundërshtoj. Për këta tjetërin Dhe s'ka po, jo, propozu. s'ka propozu dhe po ashtu e kalon si rezervë, por nuk i tregoj edhe arsyet. Se boni propozimin, A e shenu? nuk së deklarë. Se nuk do të vendosëm për to. I kundërshtoj, Vetëm për gazmetin. sepse Për gazmetësyren, sepse tani më po thuaj se jo bot 19 vjet nga momenti kritik dhe koha, përkatësisht koha e pyrjes. Dhe nuk i shoh fare të arsyeshëm
dëgjimin e ndonjë dëshmitari nga ana e prokurorisë, nga perspektiva e prokurorisë, dëgjimin e ndonjë dëshmitari tjetër. Ky është kundërshtimi jonë. Ose mbrojtja Randresha e këtë fjallën, Në të një fjali, një të deklaron, unë pajtona që prokuroria ka drejt gjithmonë kundërshtoj. këto që prokuroria e ka të drejtën që të kundërshtoj. Mirë po, prokuroria duhet të jetë në nivel të detyrës, kuadër dispozita ligjore, për të dëshmitarin e propozuar nga mbrojtja, e përmend 19 vjeçin, 19 vjetorin nga kryerja e veprës penale. E për Arben Selmanin që insiston, për shembull, o thirr në vozin e fundit, trenin e fundit o thirr. Për dëshmitarin e propozuar nga mbrojtja, vish kur të vjen në radha nëse ki me shtu të avoj mundësi. Jo me ndërhyrë kur është mbrojtja. E propozuar prokuroria përmend për dëgjimin e dëshmitarit të propozuar nga mbrojtja, prokuroria përmend kohën prej 19 vite nga Kryerja e veprës. kryerja e veprës. E do të thotë që ka rëndësi sipas saj. Mirë po, Që prokuroria harron që nuk kupton se nuk ka rëndësi si pasoj, një po prokuroria harron se Arben Selmani, dëshmitari, është propozuar për seancën e fundit të Enver Sikeraca. Je vish lutë nga mos po përzi e dalit, se tash po flasëm për gazmin. Po vish për tërheki një paralele që t'jetë e njej, sikur për dëshmitarët e vetë, po edhe të mbrojtjes. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë trupi gjykus për hiqet për shëllën dhe vërtet, ja. Ore 5 minuta konsumit. Vazhdojmë me salën e shqiptërisë gjyqësore, ora 10 minutë, me salën janë prezent të gjithë. Trupi gjykus pas shëllim dhe vërtimit me rak vendim. Refuzohet propozimin të mëzve, që në cilësinë e dëshmitarit të dëgjohet dëshmitari ka zënësyra, pasi që ka mësuar se dëshmia e këtij dëshmitari nuk ka ndonjë relevancë apo pesh në lidhje me këtë çështje penale, duke pas parasysh se nga analizimi i deklaratës së vonë, nga ky dëshmitar në shëtimin e më pashëm ndaj Enver Sikeraçës, i njëjti nuk ka dhënë asnjë shërim apo nuk ka dhënë ndonjë informat se din diçka në lidhje me ato thonat e vrasjes së të bjerë krimit. Por që i gjithë deklarimin e tij është bërë në rafonat si njëti ka punuar në një market në lagjën Gandari, e të cilin market ka frekuentuar për një kriza, por për kandidatë të lidha bullarëve në një. Por e njëti nuk ka dinin nga ajo që ka deklaruar atë që i lidhe me ngjarje që kanë ndodhur në vitin. Ka ta pyetëve njëherë, para se të kaluar në administrimin e prova materiale, falet se atë kanë ndonjë propozim shtesë për plotësimin e provës.
nuk kam propozim për plotësimin e provave, sepse të gjitha provat Deklaron se nuk kam ndonjë propozim shtesë për plotësimin e provave. sepse provat që duhet administruar janë propozuar. Fjala për prova personale për dëshmitar. Për dëshmitar s'ka. Por Përveç për dëshmitar, plotësimin e sepse ato janë listuar në faqen edhe kemi ato dokumente shtesë. Prova të mbrojtësia avokatit Karan Dresha, që të deklarohet se ka ndonjë propozim shtesë në plotësim. Unë bes prap e drejta ime është program propozimit të gazme syrs, plus tani propozoj shkelqim syri. Ja, është kjo. Ja, lutëm, po mblyrë shtesë, që shtesë? Për gazmendin a vendosur. Po mirë, bes Ja, prap. për shkelqimin, a kina Nuk thash kundër, nuk u shtova që për vendimin e juj, po thash prap në bes pranë propozimit. Lutëm, drejta ime është, në tej fund, kom drejt. 5 minuta një pauzë. Po, mërë të shkërka. Mbrojtësi, veç para se të mbrojtësi, Ram Dresha, para se të deklarohet dilën e propozimit, kërkon nga gjykata 5. Je kërkoj këj pari. Ja, këj pari. Vishë më në lashe për sëllë, Ja, këtë vetën, aja. Këtë vetën. Vishë një minutë, avokat, i e profesionist, nuk është mirë për një profesionist mi kompliku procedura. Jo, se Je kompliku. veç lukna, kur flet gjykata ndëgjoj, se unë po të ndëgjoj t'info. Po, Unë jam të folë, tash në prit. Me thonë këshilla i akuzumi atje, ty është keq. Edhe nuk është kur gjë e keqe, kur kërkon për konsult, me dalje për konsultu, edhe me marrë me një njësë. kur Kështu gjithë që mos e merë ato kur të negative këshillë se nuk e nga, konstatu. ky lipi pauzë, 5 Pas të minuta. deklarohet mbrojtësi avokati Ram Dreshaj, Kur fra këshillë së mda, as lipa, konstatohet, pas të deklarohet avokati Ram Dreshaj, i akuzuri. Rajm Abdullahu kërkon nga gjykata që të jipet punësia për 5 minuta shtesë nuk konsultu me mbrojtësin në lidhje me propozimet për plotësim provave të transdëshim të dëshmitar. Gjykata e aprovon propozimin për dëgjim të dëshmitarëve. Gjykata aprovon propozimin e të akuzurit Rami Abdullah, për krani dhe ju avokat. normal. E pash Në herë për gra. E pash Në herë. në të mbrojtëse. Seanca ndërpritet për 5 minuta për të vazhduar. Ja, Mas pare konsultime të publik, jo në publik nuk I bëj konsultime. Që që atje shkojmë që? Konsultime të publik nuk I bëj. Hadi avukat. Hajde një krejnë. Hadi şu bes soruyla şunu da var.
Dhe po vazhdojmë me seancën e shqiptimit të shkollës. Seanca vazhdon në ora 15 minuta, që ta pari të prezent, po. Këto të mbrojtësi avokatë Ram Dresha që të deklaruar se ka ndonjë propozim shtesë për plotësim prova. Me qenë se u konsultuam nuk kem në propozim. Kjerë për njerë. Jo, ta shtosh. Shkëllqem syllet. Nëse po, shkëllqem syllet. Ka të në avokat për shka me thirë, pëse me thirë, që të më thonë? Nishani, unë vjen keq edhe në arshytimin që e dha, unë vjen keq, se unë se kom propozua ata që kanë bajt drejt për drejt, po për kredibilitetin e ndjerit triumfris. Pra ta kom të propozu këtë Gazmedi. Mos e komentoj ndimin e gjykatës. Jo, nuk e komentova, unë po kallëzoj për çka ti propozoj. Në lidhje me dëshmitarin Shkëlqim Sylla, nëse ki propozim të lutna jep arsye pse është. Njëjtat arsye janë. Po jepi cilat janë. Që do të njëjtat. Ai do të vërteton para kësaj gjykate se që të dëgjohet po avokat. Vesh lutna konstaton mirë se s'po dim çka më shkruaj. Po ja që të folë. Dëgjohet dëshmitari Shkëlqim Sylla, i cili do të na vërteton para trupit gjykues rreth kredibilitetit të triumfrisë. Drejt për drejt në raport me Arben Berishin, e jo me Enver Sikeraci. Në raport me Arben Berishin, jo me Enver Sikeracin, e mos flasim për këta që janë prezent. Enver Sikeraci. Po, si më të gjykuar benin kështu, pasën Kur benin. gjona, nëse të gjykuar Edhe kanë, diçka tjetër, a kja me arsytim se për benin. unë e kom qëtë arsytim. Lidhe si edhe i kanë ngacmu, edhe nuk u konë drejt për drejt me Sikerac që shpo pretendon gjykatën. Kush? Kush është ai? Kush ai? Ai që... Unë po flas për ish polici. Ish polici, triumfrisë. Na procedon më flas. Jo në sjelljet e tij drejt. Po, që ku kom edhe prova, kom është propozu që ka kallëzime penale, ka çfarë. Arben Berisha. Po. E ju me Sikerac edhe me këta që ke prezent. Dhe me të akuzuar që janë prezent. Futëm, nëse dojmë drejtësi, dojmë që shtu, të nyshe. Unë nuk di nyshe. Vesh të kemë kjo. Nga ba, nyshe nuk di. Kaq. Jo, shumë kjo këtë dhe vipu. Vesh rajnë nuk. Lutna, por e kërkon fjollet, tani shumë. Që tash, nëse ki mu të gjarë të avo mundësi, vesh ta kryme edhe me Agnesa, avokatja Agnesa Stabil, a ki me propozim që... Nuk kam propozim. A në shtetë i E propozim? mbështes propozimin e avokatit, me qenë se avokati është të nevojshme. Rajnë të lutna, Rajnë... Që, a donë me marë fjole, mas në dhëse. Ka kisu me. Propozimin e avokatit, Me qenë se avokati Ram Dreshaj, e shërë si të arsyeshme, të nevojshme, që të ftohet dëshmitari, që të ftohet dëshmitari po. se ti përronë nësë pajto, po ti, a nërësën edhe ti, Po e shërsoj me qenë se avokati është të duhet pasaj në konsultu me gjithat, me qenë se propozoj Se njësi pajtuar me. mbrojtje e shumë të arsyeshme, që të ftohet dëshmitari Shkëlqim Sylla, Shkëlqim Sylla, pajtuar me kërkesën e avokatit. Rajma, do në fjallën, deklarohë se s'po mëjnë me kuptua, e akuzuri Rajma Abdullahu, vetëm lidhje me propozime. Me dy propozimet. Për Gazmen Sylla. Për gazmenin vendosën, Po mirë ke vendos, po ta rrës për të deklaron se, limitoj, që sa i proponuar. përket propozimit, vesh një sekund, dhe nga mbrojtja, për dëshmitarët Gazmen Sylla dhe Shkëlqim Sylla, Që prokuroria ka planu për... E kena propozu, pra këso hire, tash me dot nuk e vesh një ti. sekund, Shkëlqim Sylla, Po jo se keni planu, ku prokuroria në seansat e kaluara është pajtuar që të ftuar, është fjala është për Gazmen, Për se Gazmen, Shkëlqimi po, veç sa do absolut. propozu. Po. Është ta shërën.
është pajtu që tëftohet nga zëndësylja për të lëgju. Ka është të refuzoj se s'ki do këtë interesat mas në nëmë djetë. Po që sot nuk u pajtua që i njëti tëftohet. Nuk u pajtua që tëftohet sot pas 19 ditën. Unë në fjollën hyrë se këtu, po më thonë që ako mundësi mos me orë në asë një seancë, se për mu nuk janë interesant asë të njërë, që i kom vu 2 herë ta dëshmitarë, e treta tash. Unë edhe në fjallën hyrëse e kam thënë se nëse është e mundur të mos vi ora dhe seancë, pasi që Por veç në fund, në vendimin të pasi mirë. që unë të gjithë këta i kam dëgjuar në 2 shqiptime në vaje. Po, ashtë është e treta herë. Edhe stojnë se e më ishë për mu, e këni po dhe i. E diçka tjetër akim, Po, lidhe me sa i përpet propozimin, dëshmitarit shkelqim, edhe gazmen, jënë kojshi, sa i përket i dëshmitarit shkelqem dhe gazmen, janë kujshi. të ndjerit, që nëse një heq, asë një në natë gazmen dhe në shkelqimit, po kalëzojnë që kam pos problem me Arbenit, në marketynë, ose apo nëjnë ato nuk e di. E jo në rahimit të ju. Pa fjera për të të. Se kam pas problem në raport me të njëjtit për shkak të Arbenit, a ke kështu? Arbeni me triumfin që kam pos problem marketynë. Se kam pasur problem i ndjerit triumf dhe Arben Berisha Në marketin e tyre, që i takuar. në marketin e tyre. Me mu su taku kërë triumf, jasë ato, as nuk e di që në konë në atë market në herë, që e cek ju me herë. Qika që. Unë ju referova veç deklarimit gazmentit, jo diçka tjetër. Po kanë thënë edhe deklarim të gazmente që kanë pos për deshja Diçka atë tjetër. Arbeni me triumfin ato se the. Diçka tjetër, aki, Ja shka, mo, bëllë. më në shmur. Ilera, ki di diçka më shumë për të propozime? Ja, për Ilera nuk ka propozime shtetës. Nuk i gjykus të liqë, a më valë, se për shtetëshimit e këtë të mëllë. Këtohet prokuroria, që të deklarohet në lidhje me propozimin e dëshmitarit tani të propozima shtetëshit të sëllës. Prokuroria nuk e sheh fare të arsyeshme dëgjimin e dëshmitarit Shkëlqim Sylla, sepse edhe nga arsyetimi që u dha nga mbrojtja, Shkëlqim Syllën për arsye se ai ka pas raport me Arben Berishën dhe të ndjerin Triumfriza. Dhe kësa i shtoj që gjykimi për Arben Berishën ka përfundu, i njëjti është dënuar dhe është në ngutje të dënimit. Prandaj raporti i Shkëlqim Syllës me Arben Berishën dhe raporti i Arben Berishës me të ndjerin Triumfriza sipas prokurorisë në këtë fazë të shqyrtimit dhe me këtë propozim nuk është i nevojshëm. I nevojshëm, a ke kështu? Nuk është i nevojshëm, prandaj e kundërshtojmë propozimin. A deshte me shumë diçka a u ka të Ishtë një korrigim kështu, se të këtej. Jo, nuk ka, as nuk ka polemik, as kur gjatë. Jo, po në rregull çka? Jo, ka të bëjë që
nuk ka fjala këtu raporti I Shkelqim Syls me Arben Berishën, nuk ka këtu raport. Po, Mbrojtja thot që ai na tregon raportet e Arben Berishës me Triumfin. Ja, pas mund që kuptohet se gjëja si ka pas raport. Saktësisht e thash. Qysh? Saktësisht e thash. Ja, veç. Arbeni dhe ata trupi gjykus tërhiqet për këshënën dhe informacion, tërhiqet për 5 minuta për shumë. Shumë shkurt filmi. Në vazhdojnë e seancën e shqyrtimit gjyqësor, ora 30 minuta që ta parit janë prezent. Trupi gjykus pas këshillimit e votimit, lidhur me propozimin e votave në radhë. Refuzohet propozimi I votës. Që me cilësinë e dëshmitarit, të këto dëshmitari Shkelqim Syls. Pasi që person se parafonat si shqipëruci të skidoj, atë kredibilitetin të të ndjerit, dhe tani të dënurit Arben Sikuraqa, Arben Berisha, këto rrethana janë sqaruar në shqyrtimin gjyqësor që është mbajtur në këtë gjykat për rastin ndaj Arben Berishës. Andaj me qëllim që të mos zbaritet të çështjet e votës. Gjykata nuk e sheh të arsyeshme që të thuhet ky dëshmitar, pasi që I për të njëjtin ka vlerësuar se nuk ka asnjë relevancë dëshmia e tij për vendosjen e kësaj çështje që po bëj. Në të asaj përket, propozimit që sërish të mërët si nga për të shmitarën gazën e Syla, gjykata nuk është të nevojshme që të vendosë për sili, pasi që vendosi si legal. Gjykata edhe njëherë para se të kalojnë në administrimin e këto materiale, të palet a kanë ndonjë propozim shtesë për plotësim protore. Jo, nuk kam propozim shtesë. Prokuroria se nuk ka propozim të shtesë. Mbrojtja? Jo. Mbrojtja, Avera Andresha dhe Agnesa Serbiu deklarojnë se nuk ka propozim të shtesë. Ilira dhe Rajn, a keni me shumë diçka, keni ndonjë propozim ju? Kam një propozim të së lejoj. Ja akuzuri Ilira Abdullah, deklarën. Përveç se Rajn refuzon dhe të dëshmitarë, nuk kam e kohës të dëshmitarët. Shka kërkuar më ndërmëri para burgimit. Tash po vazhdojmë me seancën, fund seancës ki drejt me propozim. Veç për dëshmitarë. Kjo pjesë është veç për dëshmitarë. Aja çështja për mas para burgimit, në fund seancës mund është me kërku qoftë vetë qoftë për mes mëdhës. Rajn, propozim për dëshmitarë? Ja akuzuri dhe Rajn
nuk kam propozime shtesë për kompleksimin e tonë. Atëherë me qenë se nuk ka ndonjë propozim tjetër, gjykata vazhdon me administrimin e provë materiale, ftuar prokuroria speciale, shfaqes provat materiale. Ne I kemi listu provat që janë aktakuz, isha lutë do që me prezentu, dhe me elaborim, nëse është aktushme. Qenë se janë listune, atëherë unë nuk po I lexoj edhe njëherë, sepse si ju keni marrë sigurisht nga faqja 3 e aktakuzës, datës 02/09/2024. Ndoshta është një prokurore mi lexu. Po pa problem. Se ndoshta ka ndaj kundërshtim atë diçka, dhe le dihet çka po lexoj. Leximi po shkon. Ti vazhdon atë përcjellën, kudo që kemi leximi I raportit të ekzaminimit kriminalistik në Prishtinë me numër 2007, vizëndarse 1582 I datës 11/09/2007. Jam të I lexu te faqja 3. Peshki edhe diçka për çarin parasysh, si që dim këtu I kemi 2 aktakuza. Po. Veç mos të mbetet diçka pa u administru në njërën apo tjetër. Sa po e vrejti e fillu me aktakuzën dhe I lirit. Po, ne po I referon në aktakuzës I lirit. Gjyqtar, nëse më lejohet një propozim që në të si doni, në qenë se tash I kemë 2 aktakuza, edhe listimi I provave që jenë propozuar nga ona e prokurorisë, sa kom vrejt unë ka pak edhe ndryshime, sa kom vrejt, ku me di, po mas kishtë qenë ma mirë prokuroria me përgatit një vend, edhe nga jo dhe jo, më nëj, mas përshku nga këshyra ne, këshyra ne. Dhe shko zvarit të qështja se... Jo, për ata Po kjerë mundësi tani data na me koordinu, të I din shumë mirë sa po hekim për me koordinu data. Unë po menoj për ata I tash me pas kujdes prokuroria, aty ku nuk janë plotësuar sa kom vrejt 90% janë të njëjta. Tash aty ku ka diçka Ashtu kemi analizu në zyre. Ky raporti I datës. Vish diçka, shto dyna. Ky procesërbari I datës 11/9/2007, edhe shkë 30/2007, na si gjykatës I kemi vrejt nuk përfshihen te I liri, po janë të rajimit. Tjerat janë pothuajse 100% mirë. Kështu që unë s'peshot asysh me ndërprejnë me shty, edhe me numra. po një sharim kaq vogël. Jo, për unë shtypa me shty. Po mas mune të gëna I qitë një Tash vend. nështë atje ly pa fat, këto është tani problem. Rregull është se na I kemi verifikuar, më thashë rastisht nëse I po prokuror. Te provat që thash 1582 e datës 11/9/2007 është në të dy aktakuzat. Prova tjetër që lidhet me raportin mbi përmbajtjen e mesazheve të dërguara dhe të pranuara nga regjistri I thirrjeve telefonike Arben Berisha, Fitim Avdiu, Ilir Abdullahu, Enver Sekirashi, Rahim Abdullahu për periudhën kohore 20/08/2007, 30/08/2007. Edhe kjo është në faqen te Iliri në faqen 3, te Rahimi është në faqen 4, rreshti I fundit. Raporti mbi hartografinë e numrave antenat me numër reference 2008 Vesh në zotë, se I kemë qitë në nakë që kemë gabim me përmisën. Dhe zotë, lirësht. AB 3046 I datës 15/4/2015. Shikimi I fotografive të datës të Arben Berishës të datës 30/8/2024.
4. Shikimi fotodokumentacionit nga vendi i ngjarjes i datës 30/8/2007 me numër 037. Shikimi i fotodokumentacionit CS07/7 i datës 30/8/2007. Leximi i raportit të ekzaminimit të veturës me numër 07037 NIV i datës 30/8/2007. Shikimi i fotoalbumit të Drejtoratit të Teknikës Kriminalistike me numër CS07-037 i datës 28/9/2007. Janë propozu edhe leximi i gjykimit të qarkut me numër 5, numër 162/2008 i datës 24 prill 2010. Gjykimi i Supremas AP 336/2020 i datës 28/4/2011. Që janë për në nëmra për hitë kërëcis, do është për Adem Berishën, të të Mavdiu... Po, janë shënume, se unë veshën të e ledzu. Po për hitë publiku... Jo, s'ka, unë e ledzojt plot, nuk ka problem. Gjykimi i Supremës API numër 9/2011 i plot fuqishëm kundër Adem Berishës Fitim Mavdiu të agrën e minit i datës 09/02/2012. Tjetra, gjykimi i gjykatës themelore në Prishtinë, PKR numër 2/9/14. Kërkoj folje për shpëtëndërhyrje. Kërkoj shoh që është propozuar edhe gjykimi kundër Rahim Abdullah. Siç e dini... Po, është fazën e parë, po. Ja, po, jo mirë. ka provë me propozuar. Është ja dhe me thonë ka fillu gjykimi. S'është provë, kjo se për Mirë, ata kemi... proces verbalit e A gjykatës... hekë dorë të i kësoj punë. S'ka problem, hekim dorë për këtij gjykimit. Proces verbali i gjykatës në shqyrtim proces verbalet e gjykatës në shqyrtimet gjyqësore me numrin PKR 37417, PKR 17020 dhe këto që lidhen me dëshmitarët të cilët janë propozu në akt akuz edhe të cilët i kemi shqyrtu edhe këtë shqyrtim gjyqësor. Po ashtu të administrohen edhe provat e tjera. E shtu një raport Po, i datës 30/2007 i Policit Burim Osmani. Se kita akuzat. 37-it. 08, slejti. Po, 03/2007. E Rahimja. Jera të i Iliri. I thashën i dëgjova Raporti që... numër 207A2 02397 datës 30/2007 i Policit Burim Osmani. Vesh për hitë koreksis. Po, qysh janë këto, qashtë të... Mirë. Tjera, diçka? I kemë edhe dy tash i kemi identifiku që që thamë në byrje të kësoj. Ashtë proces verbali mbi pastisje në shtëpisë Hamit Sekiraqës datës 1/10/2007. Lidhur me senë dhe mora dhe lista dëshmiu në senë dhe mora me lokalin Sekiraqës i datës 30/8/2007 që janë të përfshira në akuzën e Rahimit dhe të administrohen sepse edhe në këtë proces. Ka me shtë kërëvesh të para që sojtë, një para këtyne, veç vjerje të një të po ashtu, deklarëm se me qenë se për të qështë i kemi dy akuzat të ndara, ku po thuj se shumica dërmu se prova njërë të njëta, por nuk janë përfshi këto dyja, duke konsideru që të të shqyrtohet edhe... Provave, vishti sekund, që provave janë të njëta në të dy akuzat, duke pasur parasysh se janë mbajtur shqyrtime gjyqësore lidhur me këtë akuzën. Vish një sekund të shtime është dy prova tani... Se në zonë, por që propozoj që të administrohen edhe dy prova tjera shtesë që përfshirë në akuzën Dajë Rahim Abdullah. E që janë proces verbali si që ta ma herët i datës 11/2007 dhe i datës 30/8/2007. Tash përfojnë që atë shikti
Po është në shtupi, shka deshë dhe shtupi. A ti di shka tjetër në shtupi? Unë këtu më një japë të posë, nuk kam, këto janë prova që i kemi propozua dhe nuk kam prova tjera materiale. Sa i përket, vishë dhe shtu, sa i përket argjikimit, të propozuar në rastin ndaj të akuzurit Rajma Abdullah, argjikimi gjykatës Shaput, me qenë se i njëti tani nuk është një formës tërhiqen prej propozimit që të administru argjikimi si përë. Diçka tjetër prokurore? Jo, nuk kam, sepse disa sharrime shtesë dhe analiza e dëshmive të provave materiale janë përfshine, ne konsiderojmë që provat materiale e vërtetojnë. Kërëvesh atë, një, me qenë se prokuroria nuk ka prova tjera, gjykata pyetën mbrojtësit a kanë vërejtjen e leximin e provave, mbrojtja ka ndonjë vërejtje apo rezervoni drejtën në fjalë përfundimtare. Si ka nëse? E kundërshtojmë, as i kundërshtojmë një herë. Je vjen në rregull, po keni vërejtja diçka, nëse keni ordonat, me fjalën për ta japë. Është nëse s'm ka dëgjuar. Pari, Mbrojtja o ka të ram drejta e deklaram. në pikën nes, edhe pse s'është me listuar me ne, raporti mbi përmbajtjen e mesazheve të dërguara. Për cilat mesazhe ka fjalën prokuroria, te kundërshtoj pse nuk e specifikon për çfarë mesazhe është në pyetje. Ne kundërshtojmë se nuk e dim se për çfarë mesazhe bëhet fjalë. Edhe plus të kurem të mesazhet, prokuroria desht edhe ligjërisht ta propozon si provë edhe ekzaminimin që kanë bërë ekspertët. Të këto mesazhe prokuroria është dashur ta propozoj si provë edhe ekzaminimin E cila provë është fajsuese e bërë nga ekspertët e Uleksit, e Uleksit, sepse provë është fajsuese. sepse në atë ekzaminim është konstatuar se nuk është koha të cilën e përdor prokuroria e dërgimit edhe pranimit të atyre mesazheve. Se në atë ekzaminim është vërtetuar se nuk ndërlidhet Koha është fjalë. koha Këtë me kohë ka të bëjë. siç e ka theksu prokuroria. Të cilin provë mbrojtja do ta dorëzon me parashtresë. Në 2, raporti mbi hartografinë e numrave, Dorëzoj mbrojtja me parashtresë. raporti mbi hartografinë e numrave antenat e tjera. Po, E kundërshtoj nga fakti se s'ka të bëj asgjë me akuzuarin Ilir sa konkret as me Rahim Abdullahi. e kundërshtoj pasi që sakon drejt nuk ka të bëjë asgjë me tani të akuzuarit në Rajin. Çka ka besh në këtë procedurë gjyqësore një përcjell fotografitë e Arben Berishës që shka ike, që shka pëshet. Qa kanë besh? Le të shkruhet, ju lutem. Le të shkruhet. Unë shumë fondë. Se tana e po thuhet, jo, s'është relevante se o kryu gjykimi, edhe Arben Berisha, Se fotografitë e Arben Berishës të shiqojnë na, kur ka ikë. e Arben Berishës shiqojnë se nga ka ikë. Nga fakti se edhe Arben Berisha është gjyku, o kry. Dhe s'ka të bëjnë fare me këta dy. Se Arben Berisha është gjyku. Shikimi i fotodokumentacionit të vendit të ngjarjes. Shikimi i dokumentacionit të vendit të ngjarjes. Ndoshta mbrojtja, ndoshta po tham, e kundërshtojmë tërësi këtë provë që të administrohet në këtë procedurë fjala, në këtë gjykim,
Ndoshta mbrojtja do të kërkon që dilet vendin e ngjarjes edhe me pa mirë sa është backgroundit vendi i ngjarjes, sa ka backgroundit edhe vendi i ngjarjes ku është ekzekut, ku është vrarë. Ndoshta mbrojtja do të propozoj shikimin e vendit të ngjarjes për të vërtetuar largësinë, edhe me pa ndërlidhjen e do mesazheve që mundohet prokuria me imi shtjerë. Largësinë E vendit ngjarjes? E vendit të ngjarjes, largësinë nga grondi tek vendi i ngjarjes. Po, ashtu është. Largësinë. Do vëllai, unë dështoj tash se s'ka të bëj fare me vendin ngjarjes me këta dy. Vendi i ngjarjes. Avokat vish diçka pa kjo të di. Po, do ta propozojnë ta. Ndoshta. Po jo, se po e lën një farë mundësi. E kanë mundësi të shohin, ndoshta. Ato mundësitë e juaja janë që të propozojnë, po sikur s'po don milion fund kur kësaj çështje. Jo fund, se s'po I propozoj ma herët me pas edhe gjykata para se agjendën e punës. Po ti kryeni që to dhe fund të rshin. Në rregull. Veçashtë edhe do të konsultuar me palën. Se është një propozim që ndoshta dikujt nuk I tingëllon, po mbrojtja konsideron se kur të merret çaj ekzaminim I kohës e mesazheve të shkruarjes e të arritjes, atëherë ka ndërlidhjen ku është grondi, ku është vendi ku kry vepra penale vrasjes. Po, diçka tjetër? Kemi shikimi fotodokumentacion të obduksionit, ju lutem. S'ka të bëjë obduksionit me këta dy. Të triumfrisë. Edhe kundërshtojmë tërësisht. Nuk o kontestuesi që është vrarë. Nuk është kontestuesi që ju ka morë jetë e njërë kundërligjshëm. Nuk o kontestuesi. Jo, nuk ka të bëjë me këta. Me të akuzurin. Po? Plus, e kemi tjetër me radhë, leximi I raportit të ekzaminimit të veturës nga Drejtorati Teknik Kriminalistik në Prishtinë 07. Ja vesh ma nga dole, avukatës Ja, rënjëm ka që të mërë centralitje që përmeni prokurorja. Mas t'i shkurtare. Raporti datës fa në tija Po pika, s'ka nevojë. Mi vesh raporti datës, është me dati. Raporti ekzaminimit të veturës nga Drejtoria Teknikës Kriminalistike 07. Jes, raporti datë këtu s'ka hesh kërkur. Sekund, avokat. Jes, s'ka datë. Po me 38 ty... Çfarë kundërshtimi kje të raporti? Kom kundërshtim, qka kanë bëjnë gjipat, qka kanë bëjnë me këta dy? Asjonit nuk është gjipi. Po cila vrejtja... Vrejtja jemi që mos të administrohet, se s'ka të bëjnë me fare me këta. E në fundja dhe një fjali e thamë se qka ka tesh prokuria me tana këto që I ka radhit këto. Me këta pikshtë. Për shikimin e fotoalbumit I datës 28/9/2007, cila vrejtja? Vrejtja është vrejtja se faktikisht nuk ka qenë kërkush për mbrojtjes aty kur e bëve Vrejtja është se... Mbrojtja s'ka qenë edhe është jo profesionale. Nuk ka qenë askush nga mbrojtja kur është bërë shikimi I shtëpisë I merë Abdullahit. Që si pas mbrojtjes, tani për tani është e papranueshme kjo provë. As di kush o konë dëshmitar, as di kur që s'ke, kur falshënime s'ke. Ju lutem, propozohet e kundërshtojmë këta gjykimi I gjykatës Sharkut, gjykatës supreme. Këtë që ka të bëj? Edhe gjykimin e gjykatës Sharkut, gjykatës supreme. Këtë që ka të bëj me Arben Berisha dhe Fitim Avdim, janë gjykua ta më në? Kanë të bëjmë me... Edhe ju tërëm gjykus për thunë jo gjykua, për po thamë, ata janë gjyku, që për atë unë tu? Eto, jo. Pasi që ata janë gjykuar... Po, kryj puna atyne. Ju lutem, mas po bim kundërshtim edhe vetë prokuroria, ka propozu, I kem thirë të shpitar, I kem dëgju të shpitar, për shembull Arif këtë Shefqet Rizën e Visa Rizën,
thëtë të lexohen procesorbalet kur i ndëgju ata në procesin e arbërberisë. E lutem, da, qëtu i kem dëgju, nuk mund me duplifiku procesorbalet. E kem kry me ta, i kem dëgju qëtu, edhe qka ka nevojë tash procesorbalet e gjykatës në shqyrtimin gjyqësor me numër PKR 214 kundër Panderit Arben Berisha. Lutem, nuk. Njëjtin e kemi edhe për në gjykimin e Enver Sekeras. Jenë pa nevojshme. S'ka në bojnë, e kem kry me ta, i kem dëgju, ju kanë përashtu pyetje edhe për procesorbaleve që i ke pas prezent, para vetës, qa kanë të ashtu me vish me rënu procesorbale si me boni një listë gjatë këshët provave. Unë ne i kundërshtojmë tërsi, se s'kanë kur farë relevance në këtë shërtim gjyqësor. Për raportin e policit Burim Osmanaj, ka prokurorit shkrum të aktakuza veta se ka nuk e di, edhe s'po thamë kur gjo se nuk di shfa raporti është taj. Ka raporti e do 3/2007 se kom gjetë kërkun. I policit Burim Osmanaj. Se Burimi është i njoftën si polic, edhe që i përdor fuqi Shqe shqip. brejtja dhe avokat që mos të... Nuk e kom gjetë këtë raport, s'di edhe prokuroria kur e përvenën parë, Gjetë këtë raport. se kom këtë raport, nuk di, s'moj mu deklaru për do, kur s'di Nuk të deklaron. qa ka këtë raport. Nështë da prokuroria ka, nuk ta shumë zabni. Prokurorën po besoj që ja ke për cilë gjitha provat. Po, gjitha provat janë për cilë. Janë për cilë Kom nevojë më thonë se kom. dhe dy herë dhe... Po mujtë më thonë se kom edhe aktakuzet, po nuk kom nevojë. Se kom, në provë dhe... Unë i kom provat që ja kom kypë, rënë prokurorës 3 herë. Kom provë që i kom për të kollu prokurorin speciale. I kemi për cilë dhe pajisën dhe gjitha shkresat të njës. Avokati Agnesa, ki i diçka në shumë përveç kolegut juj, a ki në Ndërori drejtëshis? trup gjykues, unë e mbështes fjallën e avokatit, Avokati Agnesa, sa që ndroj pranë kundërshtimeve të bëra. e mbështes fjallën e kolegut të në avokatit Randresha. E kemi mundësi në fjallë për zbitarë, shka në që kemi. Po me qenë se në të akuzum në bashkë këtyri, atëherë gjitha fjallën e avokatit. Gjykata pyet palën se a kanë propozim për plotësimin e provave materiale të reja. Prokurore, Nuk kam propozim tjetër për plotësimin e provave materiale. mbrojtësi avokati Randreshaj, Unë përmes parashtresë e bora dhe fillim obligim, do të dërzoj një kopje gjykatës edhe një kopje prokurorisë, se nështë se pas ka Kështë prokuroria. sekund Randreshaj deklaron se unë edhe siç e para legrova edhe me nga, unë gjykatës përmes një parashtrese do t'ja prezantoj gjitha provat e propozuara. A si të mos, unë fjallë e pata vetëm për këta, si të mos për provë ekzaminimin e mesazhe, kohës, kur kënë shkru mesazhe dhe kur kanë arrit mesazhe, se nuk ka koha që e përdor prokuroria. Tash avokat, tash edhe në lidhje Ajo është provë. sa pe kuptojnë e ty atë nevojitet kohë, sa për Ja, s'kam më në koha kjo, në veç nuk kom di që është pëzjelët, se unë e kom dosje, mërëna disë nesë me jo dërgaj. Mërëna disë nesë me jo dërgaj. Avokat, se di sa i jetu në kuptu. Ti që shkërkove, kene në kuptan edhe në ndërprej seancën që më dhënë kur ty. Jo. Po së mundu me... Qa s'ka mundësi me qume me prashtresa? Po ti e qa me parashtresë. Po, Po përbës me
prish rënditje në Kronologjinë e rrjedhës se tash nëse nuk keni na duhet me vazhdu nëse në gjendje të akuzuarit. Unë me thënë që përban ajo ekzaminim. E ka prokurorja. Pse ndihmon prokurorja në këtë rast? Duhet me pas? Avokat veç ma konkret. Ju lutem, nuk qëndrojnë koha e shkrimit dhe rritjes së mesazheve që janë dërgu e që i përdor prokuroria, koha ndryshon për një orë. Për një orë. O dërgu në ora 13, faktikisht është në ora 14. Kjo është çështja. Avokat, a ki prova shtesë të reja që duhesh mi propozu për mu administru si prova materiale? Por që ta ka propozë? Ti të thutin je të e komentu e ti je të e komentu një provë. Po? Provën mund të komentojnë edhe në fjallën përfundimtare, mund të komentojnë edhe tani që na të vlerësojnë. Na morëm edhe komentimin tonë për provën e përfundimtare që ta vlerësojnë. Për komentim, mos shtyjë seanca këtë. Qëllimi është mos me shtyjë seancën. Nëse ki provë të re, shtesë, A kom drejt me tërgune provën shtesë? po a ki provë shtesë? Po, a kom drejt me tërgune nesër pas testri? Ate pse me ndërprej seancën? Nësi ja po kupton mu. Momente që ti e paraqet një provë, do t'jepë mundësinë prokurisë ta kundërshtojë. Unë ja shkruaj prokurisë, kundërshton, Po nuk mund kalojnë në mbrojtje të akuzuarve. Se kalojnë me atë e rrotës. Pa vlerësuar provë që ka. Apo e aprovon apo nuk e refuzon. Shkon të vjetja. Kanë edhe këta procedurë vargosi që ajo ka shumë si kursu fitë. Po që atone ka duke që pësi. A dëni mi vonë 2-3 minuta kursu. Po veç 2-3 minuta kursu. Tje e shqipshaj. Qysh? Avokatët i dush me bashkëllu me klientin tën pak. Se shaka i këtu profesionist. Se të ke fundit ti nuk mund është ndërhyj avokatët sa e përfaqësuar. Ja, më në pjesën e pasdites me siguruat Po, boj. Po qatë letër e keni bërë në proces verbal E kanë pas motorin më burë. Ajo është donë zyrtarisht të shkora. Në arqytim temin e keni që ato. Në fjollën hyrë se e kom Gjitha përmen. provat që janë pjesë shkresa pjanës, gjykata i vlerëson e analizon, që shpotuar. Thash ato, po është në proces, nëse veç nëse ja kanë bërë një shprojtjes. Edhe po jem plekat e njerës dëshmitor gjallë e qasoj letrës që fakt ajo. Çfarë letër është ajo? Që atë fullën, apo me fullën në përbursu. Ajo është me poste, ekzaminimi i kohës e dërgimit të Nësë nësë. është në kompjuter. A ki avokat ndorë? E keni Se kom të vetja për momentin, sekcionin masdite ja siguroj jo mi. Pjesë Unë e marrë për dëgjimin e dëshmitarit, provat materiale nuk i ko marrë, se ato janë 4-5 poldera, ju e dini, njëjtat janë dërzu të mbrojtja, njëjtat janë në gjykatë. Vështë 2 minuta kësha full edhe shqa më për problemë. Pa e pasi. Ato Ato prova që janë në shkresa pjanës, Nëse jeni të pajtimit, ne me vazhdu me pjesën e pasditës, ju lloj mundësi me siguru edhe me vazhdu me seancën. Nëse nuk jeni gjendje për pjesën e pasditës, ne jemi detyruar me ndërprej seancën, ne jemi detyruar me ndërprej seancën edhe tani kudo që mundëm një datë më kapër me caktu seancën e radhës. Mbrojtja do të më qenë më konkrete. veç vim seancën e radhës me krej provat materiale, cilat ju më ngani që Apo me morë fjallën 2 minuta përshit. Apo me morë fjallën 2 minuta përshit në sakë. Si për shatar që në 5-10 për vëllohet. Po mdoket ma shumë po dominon formalizmi, ma shumë po dominon formalizmi. Avokat, veç shkollë shumë çështje konkrete. Çështje konkrete. E ki që mbrojtja ka propozuar në smerimin e nejse, që kanë për PTK-s, përgjegjja PTK-s në datës 20/11/2015, në cilën në mënyrë të padyshim e vërtetuar se SMS-i kontestuar. Veç një sekundë, tash diktu tash çato. Ale ju lutem.
Keni dosje, keni çdo gjë keni. Disa propozuar dhe si provë, para shpejtë, dhe si provë që të administrohet propozon përgjigjen e lëshuar nga FTK, Posta Telekomunikaciones, Me datën 20/11/2015, Telekomunikaciones, e datës edhe herë data, 20/11/2015, 20/11/2015, të cilat në mënyrë të padyshim vërtetuan 20/11/2015, e cilat në mënyrë të padyshim është vërtetuar se SMS-in kontestues, o fjallë për Rahimi, a njëjtë është edhe një SMS për këtë zotni. padyshim, në mënyrë të padyshim është vërtetuar Se SMS-in thoi se rriq aty mirë je, hina vrena, SMS-i me përmbajtjen rriq aty se mirë je, kundër lidhet me Rahim Abdullohun, nuk ka dërguar dorasit në ora 15. sekond, me Rahim Abdullohun, nuk e ka dërguar këtë SMS dorasi në ashtu është Po, dorasi e shkrua që... dorasi në ora 15, Si thuhet në këtë akuz, 15 si thuhet në aktakuz, por në ora 16:05 minuta, po në orën 16:05, që do të thëtë se është dërguar në pas vrasjes. se është dërguar pas vrasjes. E në anën tjetër, kjo përputhet me mbrojtjen e të akuzuarit Rahim dhe me deklaratën e të gjykuarit Arben Berishës. Për gjyqje ka shkruar, se u shkruan. Jo, nuk i kam provat materiale me veti. SMS-at i kam listuar me kohë e kur janë shënuar. Po, kur na? Që se kam? Po, që tu prova qka i kam, që ku i kam, që ku është SMS. Ky SMS, përbajtje që ti SMS-it, ja ka mundësu zotnis më mbrojt liri. Përbajtja, e njëjti, jo njëjti SMS, mi përbajtje tjetër, dhe gjenë edhe për SMS-in e këti zotnis, që për të prokurorja. Qëka ka kërë i liri? Qështarë, për citoj edhe SMS-in e i liri, nga dispozitiva të akuzës. Ja, s'ki nevoja. Ja, njëjti çështja e SMS-it është. Po, në rregull, veç që ju referova sakt çfarë përgjigjet për të kës, ti nuk i nevojë tash në rreth të dispozitiv. Njëjta vlen edhe për Veç SMS. është me thonë e njëjta vlen, po punën me ta shtu. E njëjta Në vlen, raport me të akuzurin Ilir Abdullah. me qenë se atë kohë nuk ka qenë në procedurë gjykimit, po e njëjta vlen sot. Ose e ka dhënë mendim vetëm për rregimin po, që ka qenë. E kam kjo, Ilir Po, mirë. Abdullah, pasi që veç një sekond. Pasi që siç dihet në atë periudhë i akuzuri Ilir Abdullah nuk ka qenë Procedurë, në procedurë. prezent, të marrin prezent. Prezent, Po. mendimi është dhënë vetëm në raport me të akuzurin Rahim. Kështu është. Që si pas kësajna, është akë gjykimi numri muni, kja u citu nga akë gjykimi, gjyshtarë. Veç një sekundë. Po. Diçka tjetër atë Ja, me të shtoj, për me pas bazën ku murë që këtë citat. Morë vetëm në raport me të akuzurin Rahim. Na di që kemi konstatuar. Nga akë gjykimi, i gjykatës qartë themelore në Prishtinë, Citim është marrë nga agjykimi i gjykatës themelore në Prishtinë. Departamenti i Krimit të Randa, PKR, nëre 211 ty për 14, Në kërë, në rë, 200, e 11 ty për 14. 14, faqja 3. Data e ti, Data. nëse ki, nëse s'është në rritë. Ja, konë 4/12/2015. 4/12/2015.
Ky citat që e bona është nga faqja 3 e këtij gjykimi. Diçka tjetër, prova tjera? Jo, tjera, përposhtë kësaj tjera nuk e. Edhe konstatohet, sipas kësaj, 100% ekziston edhe ndosje të gjykatës, edhe ndosje të prokurorisë. Ja provë. Nga, sipas kësaj, kjo provë ekziston edhe në dosjen e gjykatës edhe të prokurorisë. Diçka tjetër a kjo? Jo, s'kem. Edhe vish një sekund jam edhe avukatës Agnesa, mbrojtja vë Agnesa Sali. Deklaron se nuk kemi prova shtesë. Prova shtesë. Tohet prokuroria speciale të deklaron një lidhur me provën e propozuar nga mbrojtja avukate Ram Berishaj. Aktiv një mendim, propozim. Kjo gjykim që përmen është i propozum, pjesë e atë gjykimit është i propozun edhe në propozimin e prokurorisë, pjesë që e lexove. Në provën? Është 2-1, po. Po, 2-1 për 4. Lidhur me, po, është atë gjykimi, a lidhur me provën konkrete. I propozuar edhe nga prokuroria, veç ta konstatojmë nga prokuroria. Atë gjykimi i gjykatës themelore në Prishtinë, PKR 2011-14, kundër Raila Abdullau, i datës 4-12-2015, është i propozuar edhe e lexuar, është i propozuar edhe nga prokuroria si provë. Dërsa sa i përket provës, nuk i kam dosjen e provave, edhe krejt këto që janë propozune janë përfshine. Janë përfshine edhe në mesa, hyrje të audit. Po, janë përfshine, sepse ato janë marrë pjesë e aktamuzës, ato janë SMS-at. Edhe janë edhe ora po shenan, ora kaq, që janë edhe pjesë. Diçka, jo, prokurore, ti ke propozu është e vërtet këta gjykim, po me qenë se nuk ka qenë i formës prej, ti u tërhiqe për i kësaj provë. Po, po thash është në pjesë, është në shkresat landës, sa i përket provës si provë, që për e kërkan, nuk e kam shkresat e landës. Unë e kam provën që... Por që me qenë se, vishë që të... SMS-in që o dërgu me do 38-it... që me qenë se, si që konstatu me lartë, i njëtja gjykim nuk ka qenë i formës së prej. Ne u tërheqëm nga administrimi ti. Por, prokuroria posedon provën. Por, prokuroria posedon provën e propozuar është jolla. Unë i kom provat e SMS-at kur janë dërgu me do 38-it në ora qysh po shenon të 32-it. Nuk muj mu deklaru se tuna me ba, si kom shkresa me landës me veti. Momentalisht. Ka provat e SMS-it, po... Sa i përket... Por, sa i përket propozimit provës që... Tuna me marrë landën me shikua dhe me konfirmua e kam, është. Sa i përket propozimit nga mbrojtja, për provën e propozuar, tani nuk mund është më deklaru. Jo. Tani nuk mund të deklaru, pasi që... Sepse SMS-ët të cilat i kemi në shkretat e landës lidhen me datat që janë të theksume në aktakuz. Në aktakuz në arsjetimit. Që i kemi në shkresat e landës, lidhet me datat dhe orën që janë të propozuara në aktakuz dhe me bazë të shkresave të landës. Që janë propozume në aktakuz, bazuar në shkresat e landës. Bazuar në shkresat e landës. Shtu që atë sa po të kuptoj, ti mund si më deklaru për këtë provë. Jo, so nësë për deklaru. Shtu që tani për tani nuk mund të deklarohen këshia pjesë. Në lidhje me këtë provë, pa e analizu të njëjtën. Pa e pa. Shkresat landës, e kam të
Kalderi i provave materiale. Po ty, kur a mund është me shqyqy sot? Sot nuk mëj me shku, se duhet me shku deri në zyre për me kry këtë punë, edhe tash është ora 11:30, veç muj me seancën e radhës, ose muj edhe në ndërpunë e shtëpi. Dhe këtë provi, dhe këtë shiqen dhe versin të kësaj prove nuk mund të bëj sot, Sepse shkresat janë në prokurorisë. pasi që Faldet. ato, sepse shumica e provave, shkresave i kam në prokurorinë në zyrë, dhe nuk ka mundësi që për ditën e sotme që t'i ngërtoj dhe të japë gjë. A ke kështu, a? Deixa eu